dëshiroj të ndalem dhe në emër të qeverisë të falënderoj shumë përzemërsisht të gjithë të përndjekurit politik të këtij vendi, të cilët me mençuri dhe me fisnikri të madhe përcollën me përçmim greven e paguar të një grupi të vogël, i cili në thelb përfaqësonte strikt botën e krimit. Përfshi dhe akte terroriste në emër të një pushteti që nuk mund të kthehet me metoda të tilla. Ky ishte një akt i shëmtuar, një greve paguar shoqëruar me akte të mirëfillta terroriste. Natyrisht, në këtë akt terrorist nuk u përdor dinamiti, por u përdor benzina për të djegë të gjallë njëri me probleme serioze mendore, por i cili, ndonse ka bërë përpjekje të vazhdueshme për suicid, nuk ka kryer suicid. Se ka hyrë nëpër pemë, nëpër statuja, por nuk ka kryer suicid. Dhe tani, me qenë se ky ishte i kësaj tendence, duhet i vijë zjarri ditën që Komisioni Evropian do të rekomandonte statusin. Nuk kishte akt më të shëmtuar. Ora e Bushit u të i kalue me jetë njerëzore që do digjeshin të gjalla. Vetëm e vetëm për të përlyer shqiptarëve një akt plotësisht të merituar nga Brukseli. Organizatorët dhe paguesit e grevës përzgjodhen figura kryekput të inkriminuara, trafikantin e vajzave dhe grave shqiptare Tufa, i cili pa dyshim që ndan trofe të trafiqeve dhe politikanët. Ai Bejko, që vendosi të bëhej therror, ishte arrestuar me 30 kg drogë nga policia e Durrësit. 9 vjet ishte kërkuar institucioni akuzës, natyrisht e liruar. Tabakt e KLD-s me ndërhyrje të fortë. Në këto rrethana është në dinjitetin më të madh të mira e mira, të përndjekurve politik, të dhjetra mira familjarëve të tyre, që qoftë dhe për 1 minutë të vetme, nuk u dizorientuar, por qenë të parë që kuptuar se ky ishte gjithçka e organizuar për llogari të pushtetit të Edi Ramës. Dhe vizitat e tij natën, dhe furnizimi që u bënte nga klubi ngjitur, që të gjitha ishin në funksion të asaj karrige në të cilën me sa duket nuk do ulet kur. Natyrisht, qeveria ndjek me shqetësimin më të madh çdo shqetësim të qytetarëve, por qeveria në mënyrë kategorike absolute nuk mund të pranojë shantazhin e askërkujt. Mbetemi hapur për një dialog konstant me qytetarët, në interesin më të mirë të zgjidhjes së problemit.
ajo që u zhvillua në studion e Kristaq Rams ish skulptorit ose ofiqarit më të lartë të arteve në diktaturë. Ajo ishte një parodi e shëmtuar që s'kisht bënte me asgjë me kërkesat e ndershme të tretat merituara të të përndjekurve dhe të burgosurve të nërgjegjes. Qeveria do të bëj gjithçka për të ndigjuar zërin e të përndjekurve politikë. Amandamentet të tjera janë dërguar në parlament dhe ato janë shumë të drejta. Dhe unë përsëri ju deklaroj shqiptarëve se qëndrimi ndaj të përndjekurve politikë dhe dëmshpërbimi është një detyrim madhor, moral dhe ligjor ndaj tyre.